ftuar e radhës është Adela. Adela është një vajzë shkodrane, shumë e bukur, e cila është rritë në Milano. Është kthyer së fundmi në Shqipëri duke menaxhuar bizneset e estetikës. Përshëndetje Klea. Adela, përshëndetje, je shumë e bukur. Mirë se ju gjeta. Mirë se erdhe dhe faleminderit që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe, kam kënaqësinë që të kam. Kënaqësia jam. Atëherë të njohim pak më shumë. Po. Kush është Adela? Atëherë, unë jam një vajzë shkodrane, e rritur në Itali që 4 vjeçë, në Milano, më saktë. Edhe, do me thanë, karriera jem e punës, unë jam ekonomiste, por në periudhën e Covid, një shoqë më drejtoi, do me thanë, ke estetika. Estetika, në fakt, ne shqiptarët e kemi shumë gjak të godit në atë sistemohna, të bukurohna, të dalim shumë perfekt gjithmonë. Edhe kjo shoqja ime nga Zvicra më thot, shiko zemër, thot ti je pikërisht për këtë punë. Edhe u kry, bona disa kurse që më nevojitshën për këtë punë. Edhe më në fund hapa 3 studiot mia. Një kam një format nga Duomo, që është në Missouri, një tjetër e kam në Loreto, dhe një tjetër e kam në Segrate, aty afër shtëpisë time, që ti menaxhoj më mirë. Nga lindi pasioni yt për estetikën? Pasioni im lindi si gjitha gocat e vajzat shqiptare që dëshirojnë me pas, do me thanë, atë bukurinë gjithmonë, ose ku ta di unë si ato fëmija e vigjel që gjithmonë lyhen e kështu. Kisha një teze që kjo kishte burrin policë dhe i binte gjithë makjazhet nga larg, nga Tirana, nga pikërisht qendra Shkodrës. Edhe kjo, do me thonë, kishte ato gjanat cilësore që në sot mund t'i quajmë, mund t'i barazoj me Hermes o ku ta di une. Edhe unë shkojsh aty dhe u lysha. Kur u lysha, jo më tha, i di tha, si ke bota këtë kontur, që në atë kohë nuk u qun të kontur i buzëve, po u qun të rreth i buzëve. Po. E tha, si ke bota këtë kontur, edhe ekzistojshin ato lapsat, ato të zezat. Nuk e di të lapsat e synve të zi. Po, bravo. Edhe kështu që atëherë po mbërtiste ka shumë që gjyshja ime i tha, po si mi bërtet vajzë kështu, a kupton? Edhe më në fund nga ty, do me thanë, ishte ky pasioni, po si gjitha gocat. Por me vërtet që e kam kuptu që ishte një hobi, një punë për mu e pa lodhshme, lindi në Covid. Ti preferon estetikën, po unë do të thoya që me çfarë jam fizioterapiste zemër. Ti që ke universale. Unë të mbetemi pak tek estetika. Po. Më duket me ç'po shikoj ti nuk ke as ndërhyrje në fytyrë? Shiko, tash do të më qenë realiste shumë e me tregu të vërtetën. Unë e vërtet që s'kam shumë ndërhyrje, po një ndërhyrje pak të vogël e kam. Ku? Ke buza lart. Një 0.5. Është shumë natyrale dhe shumë e bukur. Edhe unë do doja të pyesja pikërisht ty. Po. Ti je pro ndërhyrjeve estetike. Por ka disa që bëhen në masë ama. Shiko, zemër, unë kam shumë shoqe që sinqerisht kanë abuzu shumë me botox që të reja, që në moshën 20 vjeçare. Edhe me botox, jo me filler, ka shumë diferencë. Po. Edhe kështu që tashi nuk kanë më hapësirë në fytyrë që të bëjnë ndërhyrje tjera, sepse nuk janë më dobishme. E kuptoj, po ku është dallimi mes botoxit dhe fillerit? Filler ka një solucion që ta trupi vet ta thith, ta tret. Po, ta tret vet. Kurse botox është një thjesht, si të them unë, mund ta them pak italisht? Po. Okej, atëherë. Il filler ha all'interno una soluzione che normalmente il corpo espella fuori. Invece il botox è tutta un'altra soluzione che rimane all'interno con dei piccoli grumi. Edhe thjesht bën atë efektin që do me thënë botoxi grumbullohet. Të grumbullon, po. E kuptoj. Ti sugjeron më shumë fillerin. Absolutisht, po. Unë botox e sugjeroj, do me thënë, në moshën 45 vjeçare,
i gjatë tillë, kur ke kry do me thanë që nuk bën më fëmijët i ke të mëllaj, edhe preokuposh vetëm për veten. Ti je rrit në Milano. Po. Unë dua të di se sa ka ndikuar Italia në formimin tënd si person? Shiko, nga që jam rrit në Milano, formimet do me thanë jashtë shtetit, janë shumë më të repta. Formimet profesionale pikërisht janë shumë më të repta, sepse në Shqipëri nuk janë kaq si më thanë, kaq të kujdesshëm, edhe ky më vjen keq kjo gjë se absolutisht kur studion ke një formim duhet të praktikosh në mënyrën e duhur. Po. Kurse jashtë shtetit janë shumë më të reptë edhe në ligje, do të thënë thjesht menaxhimin e klientës e krejt janë shumë më të reptë. Po kjo është gjë më e mirë besoj. Ka pro e kundër. Ka pro e kundër. Atëherë ti ke qenë ekonomista. Po. Edhe vendose të marrësh biznese, të hapësh biznese. Po edhe ekonomia me bizneset ka shumë lidhje bashkë. Absolutisht po. Unë dua të di se sa e vështirë ishte që të hapësh një biznes tëndin. Cilat ishin sfidat më të mëdha? Shiko, sidomos në zonat që rriune, pikërisht në veriun e Italisë, kemi shumë ligje, shumë probleme që të hapim bizneset. Edhe në Itali është shumë e vështirë të hapësh një biznes. Unë për 8 vite kam bë 2 punë. Do me thanë hane deri të premten, isha në zyre tetor, e pastaj të shtunë e diele, punojsha si estetiste në studion tim. Fillimisht mora 2 studio në Afit, pastaj këto 2 studio bënën 3. Cilat ishin sfidat më të mëdha? Sfidat më të mëdha janë taksat. Sfidat e të gjithë bizneseve mendoj. Absolutisht, po në Itali të marrin shpirtin zona. Po. Edhe këtu në Shqipëri kanë vazhduar të marrin shpirtin kudo? Po, pak edhe shumë në pagesa. kam pa. Po. Atëherë unë dua të di cilat janë trajtimet më të kërkuara dhe trajtimet që ti i sugjeron më shumë. Atëherë, trajtimet më të kërkuara janë pikërisht buzd, filler, kontur ose microblading. Cilën sugjeron ti? Të trija. Të trija absolutisht, sepse microblading, do me thanë, bileta vizitës, do me thanë, një personit është shikimi. Patjetër. Edhe normalisht të kesh një vetull të bukur, do me thanë, të jep një hapësirë, një ndriçim pak më ndryshe. Të hap dhe... Absolutisht, po. Kurse të kesh disa buzë të bukura, të bëme me kontur përpara, do me thanë me ngjyrë, e pastaj me filler, prapë edhe më bukur. Ti ke super zemër. Po më shikon. Ato doja vlerësimin tënd. Jo, e ke super. Edhe nuk ke nevojë për microblading, thjesht ke nevojë për laminim. Asgjë më tepër. Vajzave të reja. Po. Se shumë vajza nga rrjetet sociale mendoja nuk e di çfarë ndodh me vajzat e reja që kanë vetbesim shumë të ulët. Edhe nuk e pëlqejnë veten ashtu siç janë. Por shumë mendoj më shumëta e rasteve është të ndikohen nga rrjetet sociale të cilat janë fasada. Po. Nëse të vinë ty një vajzë në klinik dhe kërkon një buzë dhe të thotë dua si kjo, çfarë bën ti? Çfarë i sugjeron më shumë asaj vajze? Unë sugjeroj të bën një analizë të fytyrës, sepse jo gjitha klientët mund të kenë njëjtin trajtim pikërisht sikur ajo që vendosin ose shikojnë foto. Tani përveç vajzave të reja që kanë këtë pak vetbesim, mund vinë zonja shumë me moshë shumë të lartë, do të thënë 50 vjeçare, që më thojnë i du buzët ose vetullat si ku ta di una një Belen Rodriguez, një Jennifer Lopez, ku ta di në e famshme. Por ato nuk analizojnë në fytyrën e vet, do të thënë, nuk duhet përpara një analizë, një konsult për fytyrën, e pastaj normalisht të tjera. Avash, do të thënë, arrim në një qëllim të duhur, jo ekstrem. Edhe nuk më pëlqejnë sinqerisht të gocat e reja të abuzojnë shumë. Në çfarë moshe sugjerojnë që të vazhdojnë këto ndërhyrje? 25. Edhe filleri. 25-28? Po, absolutisht po. Po, tani një mendim nga ty e dua. Po, edhe 20 vjeç, okay, mund ta bësh. Patjetër. Por jo të abuzosh sepse gjithmonë don diçka më tepër.
Po. Edhe të bosh shumë, edhe unë vetë, mu më pëlqen t'i kem më tepër buzë, por nuk mundem se nuk për Nuk të mas të shkon. buzëve të mia nuk bën. Ndikojnë në rrjetet sociale. Super, shumë. Si e shikon ti balancën nga Italia në Shqipëri? Italianet, me të thënë drejtën zemër, bëjnë këto trajtime shumë të soft, Po. më thjeshta, do me thënë në laminim, diçka Janë të shumë thjeshtë thjeshta. italianët. Po, sepse italianët nuk ka problem që të dalin, do me thënë, në shapka, në gjiro, kështu. Janë pa Kurse komplekse. Po, pa komplekse. Kurse shqiptarët do me qenë gjithmonë perfekt, si me qenë dasëm. Kështu që ndikon shumë, ndikon edhe nga fakti që ne kemi një bukuri shumë të thekthuar se italianët. Edhe kjo bukuri normalisht do të mirëmbajtje. Sa shpesh vjen në Shqipëri? Shumë shpesh. Të pëlqen Shqipëria? Atëherë. Të drejtën, të vërtetën. Se Shiko. ti e ke parë se aktualiteti i Shqipërisë po bëhen dhe protesta që ka Mua 2 zemër, muaj. unë jam pro protestave. Ta them Bravo. drejtën, tash doli pjesa protestave, unë do ikim protest, absolutisht, se Bravo. ne në rrjetet sociale, dhe po kalojmë tash te një temë tjetër, në rrjetet sociale, sidomos në TikTok, rinia na ka dhënë vërtet një hapësirë shqiptarëve dhe Shqipërisë që të përdorin me mirësi rrjetet sociale edhe të kenë komunikim të duhur në rrjetet sociale. Për arsye se vetëm nga rrjetet sociale, nga TikTok-u, më shumë, është ditë që po ekziston një protestë në Shqipëri. Po. Kurse me kalu ka ana tjetër, do me thanë për pjesën e Shqipërisë, mu Milano ma bo si Shkodra. Kurse në Shkodër, kur vinë Shkodër, dukem shumë italiane për Shkodran. Kurse kur jam Milano, jam shumë Shkodrane për italianët. Ti je pro shprehjes me kënë Shkodran tana i ban? Po, qa thu me Se ti zemë, po tana i normal, ban. të tana do t'i bajmë, na. E kujton Shkodrën me nostalgji. Të pëlqen. Shumë, Çfarë shumë. ndjen ti kur shkon në Shkodër? Shiko, dikur, kur kishim gjyshen ose ato që ishin më vërtet që na kanë rrit në Shkodër, ishte një mall e një kënaqësi të shkojsh në Shkodër. Tani gjithë janë bon pak më ndryshe, po thojmë, hajt. Po, e vërtet. Për ta lehtësu si situatë, edhe nëse ndjej atë dashurin për vendin tem, por jo shumë për njerëzin përgjithësi, a kupton? Sepse i kemi edhe në Itali, vinë kësa te janë edhe Shkodër, Milano, Shqipëri, Italia, do me thanë si Tiranë Shkodër, si udhtim, a kupton edhe kështu që... Do, e ke menduar ndonjëherë të vish të jetosh në Shqipëri për gjithmonë? Unë nuk e di nëse ti ke familje apo jo, je martuar e fejuar. Unë kam një vajzë 12 vjeçare që më thotë, falënderit zemër, që më thotë unë do ikin në Shqipëri të jetoj në Shqipëri, se atje jeta është më e bukur, edhe vajza jeme është kaq adhuron Shqipërinë edhe njerëz në Shqipëri që thotë këtu gjithë qeshin, gjithë nuk kanë probleme, kurse në Itali të shikon njerëz të përfill fare. Po më mirë ashtu se shohim punët e veta, se ne shqiptarë zakonisht e kemi shohim më shumë punët e tjetrit se punët tona. Po, e kanë edhe italianët, mos ki dër, se e kanë ato, po. Atëherë unë kam disa pyetje të shpejta për ty. Jo të vështira? Jo. Jo me spec. Pak të ketë. Cili është parimi që të ka ndihmuar më shumë në jetë? Parime kemi shumë, por nga që unë jam ajo gjenerata që ka bo, do me thënë, atë tranzitimin, do me thënë, për një po thojmë edukat të rrept në një televizim, në një edukat pak me një hapësirë ndryshe në Itali, unë besoj që s'duhet kur me harru nga vjen njeriu. Bravo. Sepse shiko zemër, sidomos edhe është ai parimet e mia o edukata jeme që unë edhe vajzë teme du që t'i arrin si muhabete, si parime. Besoj që njeriu nëse ka zemrën e mirë edhe ka një edukat, arrin edhe ka një vizion. Vizionit do ta kesh gjithmonë zemër. Do flasim edhe me numra. Vizionit do ta kesh gjithmonë, sepse nëse ti ke vizion, normalisht ti ke një qëllim. Edhe nëse nuk ke qëllimin e nuk ke vizionin, ku do arrish? Shumë e vërtet. Ku e sheh veten pas 5 vitesh?
Shiko, kjo është një pyetje që unë zakonisht kur bëj live-et e mia në TikTok ju bën njerëzve. Edhe unë veten mas 5 vitesh e shoh pak më lartë nga këto gjëra që po bëj. Pak si shumë më lartë, sepse po investoj për këtë vizion edhe për këtë qëllim. Sa mirë. Qa mesazh do t'ju jepje vajzave të reja që duan të ndërtojnë biznesin e tyre jashtë vendit ose brenda? Atëherë, unë besoj që gjaja, do më thanë që mund të karakterizoj një person është guximi. Edhe shpesh nuk kemi guxim. Duhet me pas shumë guxim edhe normalisht planet e jetës nuk do t'i tregosh kërkujt. Kjo është shumë e bukur. Unë nuk kam qenë kështu, do më thanë, nuk i besoj këtyre gjanave që ndodhin, por besoj që ajo negative vibes që njerëzit të përcjellin, edhe kur ti thjesht i bën një kompliment, ajo ndikon në karma, në situata, po. Tani, Shqipëri apo Itali? Për momentin, besoj që edhe Shqipëri. Të thash zemër se Italia ma bo si Shkodra, kupton edhe tashi. Me që jemi tek Shkodra, Milano apo Shkodër? Milano. Bjen pak në kontradikt me atë që thash, po Shkodra normalisht është një perl e Shqipërisë, por gjithë Shqipëria ka nevojë për ndihmë. Edhe këtë ndihmë do ja japi me protestën që po bëhet, edhe një super zhvillim që do të bëhet me rinin. Bravo. Biznes apo pushime? Jo, biznes. Qa flet? Një ëndër që nuk e ke realizuar ende? Nuk heci me ëndra. Unë heci me plane. Do më thanë, kam plan të bëj diçka, do arrija gjë, pastaj diçka tjetër. Një këshill që do të jepi vetes 20 vjeçe? Veti 20 vjeçe besoj që ka bë vetëm një gabim. Çfarë? Do me dit? Pa. Si kam ra lapsi si duhet. O, Adela. Zemër, dhe se nga bë pikante, po. Jena shkodrana. Okej. Unë besoj që gocët e reja do të mira lapsit. Vajzës tonë çfarë i thua çdo ditë? Mira lapsit, zemër. Po. Po, do më thanë 25 e mrapa, Tani normal që do mos nguta. Po. Atëherë cili është suksesi për Adelën? Cili është suksesi? Suksesi besoj që më i madh për një njeri, ose pikërisht për mu, mund t'jetë të arrijë ato objektive që kam unë. Nuk është një gjë e saktë, por gjithë ato objektive që ka një njeri si mami, si femër, si biznesmene, si ekonomiste, si estetiste, që t'i arrijë prapë më nalt. Adela, unë falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe, ishte kënaqësi, të uroj shumë sukses dhe faleminderit që po bën kaq shumë për Shqipërinë. Po vjen, po sjell risi. Edhe mbase me metoda që i mësuar në Itali që janë shumë më të mira, që ne shqiptarët nuk i dim akoma, por edhe që proteston. Edhe kjo është një risi shumë e madhe për ne, që të vije një vajzë që është rritur në Milano, ka ndërtuar familjen e saj, ka vajzën e saj në Milano, dhe të vinë në Shqipëri dhe të ketë ëndra që Shqipëria bëhet dhe të investoj për Shqipërinë. Të falenderoj pafund që ishe dhe je e mrekullueshme, përveç se e bukur. Klea, je shumë e mirë. Faleminderit ty zemër për këtë mirëpritje. Unë besoj se si shqiptare është jo e domosdoshme, por është diçka që një person e ndjen ose ndjen. Edhe normalisht ne sensibilizojmë edhe rinin, edhe në protestën do shkoj edhe me vajzën teme. Normalisht ajo ndoshta nuk e ka fare idenë, sikur nuk e ka fare idenë se ç'a bëhet, po të ndjejnë atë ngrohtësinë, atë preokupacionin e sistemit e çka ndodh në Shqipëri. Besoj që është nevojshme, derisa na kanë ardhur turistat tu protestu, pse ne shqiptar mos e bëjmë. Je shumë e mirë. Edhe ti zemër, faleminderit ty. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.